Policia e shtetit ka nisur këtë të hënë zbatimin e urdhrit të drejtorit përgjithshëm Ilir Proda për ndalimin e përkohshëm të monopatinave elektrike. Vendimi erdhi si pasojë e rritjes së rasteve të aksidenteve me këto mjete dhe synon të rregullojë përdorimin e tyre në rrugët e qyteteve, duke garantuar sigurinë e qytetarëve. Në kryeqytet aksioni filloi që në orët e para të mëngjesit me sekuestrimin e monopatinave dhe paralajmërime për përdoruesit që të respektojnë vendimin. Megjithatë, disa qytetarë shprehen pakënaqësi dhe rezistencë, duke konsideruar ndalimin një pengesë ndaj mënyrës së tyre praktike për të shmangur trafikun e ngarkuar të Tiranës. Masat po zbatohen edhe në qytete të tjera, përfshirë Vlorën, ku policia rrugore ka shtuar kontrollet në akset kryesore. Përdoruesit janë paralajmëruar se në raste të përsëritjes së shkeljes mund të përballen me shoqërime në komisariat ose bllokim të mjeteve. Vendimi u bë i ditur publikisht nga Ministria e Punëve të Brendshme Albana Koçiu dhe nga drejtori i policisë Ilir Proda. Ministria njoftoi se së shpejti do të hartohen rregulla të qarta që do të përcaktojnë korsit, rrugët apo hapësirat ku monopatinat mund të përdoren, kriteret të moshës së përdoruesve, masat mbrojtëse, ndriçimin e nevojshëm dhe shpejtësinë maksimale të lejuar. Qytetarë të shumë shprehen se monopatinat elektrike kanë qenë një alternativë domosdoshme për të lëvizur në qytete, sidomos për të shmangur trafikun dhe për të kursyer kohë. Ndërkohë, autoritetet e sigurisë nënvizojnë se rritja e numrit të aksidenteve e ka bërë të nevojshme ndërhyrjen urgjente në mënyrë që të shmangin incidentet më serioze. Policia dhe Ministria e Brendshme bëjnë apel për bashkëpunim qytetar, duke theksuar se vendimi është përkohësisht dhe se qeveria po punon për të vendosur një kornizë ligjore dhe rregullore të qartë që do të mundësojë përdorimin e sigurt të monopatinave në qytetet shqiptare. Qëllimi final i masave është siguria e përdoruesve dhe e qytetarëve të tjerë, rregullimi i trafikut dhe krijimi i kushteve për përdorim të qëndrueshëm të monopatinave elektrike, duke u integruar në mënyrë të sigurt në rrjetin urban.